në exit pollet e bëra në vitin 2021 atëherë me televizionin Top Channel. Sot ata punojnë me ne për këtë sondazh i cili do të jetë për 3 të hëna rresh. Sigurisht dikush mund të pyesë, a do kemi edhe exit pollet? Nuk e dim akoma, çdo gjë është në negocim. Por rëndësishme është që sot do të kemi një pasqyrë të parë se çfarë mendojnë shqiptarët në këtë 10 ditë të parë të fushatës për çështje që na shqetësojnë të gjithëve. Natyrisht tabelat më të rëndësishme do të jenë ajo për preferencat politike të liderëve politik të vjetër apo temi veteran dhe të rinj shqiptar dhe natyrisht pyetja kryesore. Për kë do të votojnë shqiptarët në 11 maj? Kompania që e ka bërë, Angeli Çerke, ka bërë një punë kolosale, janë pyetur me mijëra shqiptar, se si janë pyetur ata, sa prej tyre janë përgjigjur. Do të kemi tani në lidhje të drejt për drejt Fabio Vicari, i cili është antar i presidentës Angeli Çerke dhe drejtues i këtij projekti së bashku me ABC News. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi direttore e a tutti I suoi ospiti. Edhe të ftuarve tuaj. Është kënaqësi t'ju kemi sonte në program. Ju dëgjova në edicionin qendror të lajmeve për metodologjinë, po gjithsesi do doja t'ju bëj 2 pyetje të shpejta. Sa shqiptar keni intervistuar, sa prej tyre u janë përgjigjur? Cioè, ho sentito la vostra intervista un'ora prima, ma comunque vi domando, quanti albanesi avete, diciamo, contattati e quanto di loro li hanno risposte alle vostre domande? Allora, gli albanesi contattati Shqiptarët e kontaktuar janë më shumë se 6.000. Le interviste complete, quindi quelli intervistat che e hanno risposto plotësuara a tutte le domande totale, ata që sono janë più di përgjigjur 2000 gjitha persone. pyetjeve janë më shumë se 2.000 persona. Allora, professore, l'altra domanda è qual è il margine di errore? Pra, professor, cili është temi kufiri I gabimit statistikor në këtë sondazh? Il margine di errore, diciamo, Margji I gabimit është nga pjesa jonë, sot è minimo. është minimal, Almeno dalla margji I nostra gabimit, esperienza, ma sipas eksperiencës sonë. viviamo un periodo politico Por jetojmë në një molto periudhë politike particolare, shumë të quindi tutto veçantë, può kështu që succedere. çdo gjë mund të ndodhi. L'esperienza è quello che Por abbiamo sipas fatto, eksperiencës asaj që kemi bërë dhe shembullit të zgjedhjeve të fundit që kanë demonstruar se puna jonë afrohet shumë në përfundimet. Por ritheksoj se ajo çfarë ka ndodhur sot me Papa Franceskën ka shumë situata që ndikojnë në differencat sociopolitike. Atëre, prima ci uniamo, cioè, ci uniamo al lutto del popolo italiano e tutto il mondo per la morte del Papa Francesco, che ho avuto il privilegio di incontrarlo 2 volte. Però la mia domanda era precisa sul margine, avete una cifra sul margine di errore, pra a keni një shifër sakt për temi kufirin e gabimit në këtë sondazh? Ma il margine d'errore solitamente Kufiri I gabimit, nëse bazohemi dare questi numeri solitamente të jap këto numra, non ci piace vetëm nuk na pëlqen ad essere molto të jemi nel dettaglio, ma shumë në ci detaje, avviciniamo intorno al 2, por jemi afër 2 në 3, 2 deri në 5%. Okej, pra nisim nga 2% që është minimalja deri në 5%, ndërkohë siç e pam pra nga përgjigjja e profesor Vikarit janë përgjigjur nga 6.000 veta që janë pyetur, 2.000 prej tyre janë përgjigjur të gjithë temi kuestionerit, gjithë pyetjeve. Atëherë do doja pa humbur kohë të shkonim tek bloku I parë, e cili është bloku që lidhet me skenarin sociopolitik të vendit, një sondazh që është kryer kryesisht në Tiranë, Fier Elbasan, Durrës, Korçë, Shkodër, Vlorë, Berat, Lezhë, Dibër, Kukës dhe Gjirokastër. Ndoshta e kemi tabelën e dytë e cila na jep një paraqitje më të plot, tabela tjetër besoj që na jep më të plot edhe për vendbanimin, tabela tjetër ju lutem, që jep edhe ndarjen në gjini, ndarja gati 50 me 50 në gjini, vendbanimi kryesisht urban, 62%, 37.8% rurale, dhe moshat, si që keni aty pra, si që keni aty më poshtë, ky është kampioni I të anketuarve statusi I punësimit, niveli arsimor I cili bazohet tek
temi gjysma e tyre gati në shkollët mesme profesionale dhe pjesa tjetër 26.7%, diplomë universitare, arsim fillor 24.2%, statusit punësuar. Më tepër po ja jap këto për treguar sepse dua t'i bëj profesor Vikarit një pyetje. Professor Vicari, le faccio un'ultima domanda sul campione prelevato da questo sondaggio. Cioè vedo le strati sociali, l'età, l'istruzione. Rappresenta questo campione un campione, diciamo, nazionale dell'Albania sul base statistiche della nostra società? Pra, aparaqet ky kampion, një kampion të vërtet real shoqërisë shqiptare në bazë statistikave të shoqërisë tonë? Sì, diciamo si basa soprattutto di un campione. Sidomos në bazë të një kampioni të personave që kanë dëshirën synimin për të votuar në pjesën më të madhe, në bazë të situatës së Shqipërisë sot në pjesë të intervistuarve, gjithashtu e kemi në të tjera kërkime që kemi bërë në të shkuarën. Okej. Atëherë shkojmë tek tabela e parë që është më e rëndësishmja për momentin, tek pyetja si jetohet sot në Shqipëri. Atëherë shikojmë tabelën e parë, e shikojmë dhe në ekran, pra si jetohet sot në Shqipëri. Shikojmë që mirë janë përgjigjur 45.8, shumë mirë 6.3, keq 40.1 dhe shumë keq 7.8%. Vlerësimi pozitiv, pra mirë dhe shumë mirë, është 52.1%. Krahasuar me vitin 2021, kemi një rritje prek 6.9%. Allora, professore, la domanda è sull'ultimo, diciamo, l'ultima cifra. 52.1% bene o molto bene si vive in Albania. Ma il paragone cioè il paragone del 2021, dove è basato? Lei dice che 6,9 sono più in positivo nella risposta cioè al paragonato al 2021. Cioè, qual è la cifra paragonata? Avete già una cifra che avete misurato 4 anni fa? Pra po e pyes profesorin, shifra vlerësimi pozitiv si jetohet mirë Shqipëri është 52.1%, por është plus 6.9% krahasuar me 2021, po e pyes profesorin krahasuar mbi kë të dhënë që ai ka matur 4 vite më parë. Si profesore, mi dica. Allora, il dato sì ce l'abbiamo, non l'ho sotto gli occhi, ma se nuk i kam këtu në këtë momente, por nëse interesojmë mundemi patjetër mund të rikthej të dhënat, por patjetër janë bazuar në kërkime që janë bërë më parë. Pra, ju thoni që në Shqipëri, mbas sondazhit tuaj, ka një rritje gati 7% të personave krahasuar me 4 vite më parë, që mendojnë që jeta është më e mirë se 4 vite më parë. Cioè, lei dice che nel 52.1% sono quasi 7% in più di 4 anni fa. Esatto. Po, pikërisht. Okej. Atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, që është po ashtu një i rëndësishëm, si është lidhet me humorin e shqiptarëve, se si e shikojnë ato zhvillimet e vendit tyre. Pyetja tjetër është, duke menduar për Shqipërinë në përgjithësi, cilat janë sipas jush problemet kryesore? Allora, professore, se lei sta vedendo il tabellone, ci può anche dire le cifre? Un attimo, Vetëm një moment, ju lutem. Ok. Po. Stiamo parlando della crisi economica, diciamo dello scenario sociopolitico nazionale. Skenarin sociopolitik në këtë moment. Mund të shohim se mendojmë se sipas Shqipërisë në përgjithësi. Secondo lei, questa è la domanda che è stata posta, le principali problemi del cilat janë problemet kryesore të vendit? Kriza ekonomike e inflacionit, siç mund ta shihni, është ajo që tregon edhe numri më të lartë, që është 18.9%. Quindi siamo quasi al 19%, è comunque un problema che është një problem i cili shfaqet edhe në të shkuarën, që ka pasur edhe në kërkimet të mëparshme që kemi bërë, është një situatë, një problem aktual që vijon, por do thëja jo vetëm për Shqipërinë. Mungesa e punës, kemi 15%, ky është një problem që ndihet shumë përsa i përket në anën shqiptare që janë pensionet e ulta që janë 13.2%, emigrimi 11.3%, e kemi parë edhe në zgjedhjet e mëparshme kur kemi dalë
në zgjedhjet lokale, korrupsioni 10.1%, varfëria 9.7%, pagat e ulta 7.7%, la criminalità iniziamo a scendere, criminalità e sicurezza kriminaliteti vijon duke ulur, sono 3.4, infrastruktura 3.4%, kriza politike vijojnë me 2.8%, andiamo poi con il cattivo governo 2.1%, qeverisja e keqe 2.1%, cultura e turismo 0.9%, 0.9%, duhet të them, në këtë periudhë, ajo që kemi vënë re, kemi parë dhe në Itali një rritje, kemi parë në të paktën vediamo un incremento sulla parte turistica, në rritje në turizmit edhe lëvizje nga Italia drejt Shqipërisë në krahasim me vende tjera. La guerra Russia-Ucraina lufta ruso-ukrainase nuk sepse ndikon shumë në 0.6%. Okej, atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, i cili është po ashtu që lidhet me skenarin shoqëror dhe politik kombëtar. Pyetja e radhës është nga opsionet e mëposhme, cilat mendoni që janë më shqetësuese për momentin. Shikojmë që mbetet inflacioni dhe rritja e çmimeve në vend parë me 32.1%, rrogat e ulta dhe pensionet e ulta është interesante se del në të dy temi pyetjet, 30.1%, mungesa e punëve të paguara mirë, papunësia 14.2%, korrupsioni 13.9%, zhvlerësimi i erës 4.3%, furnizimi me energji karburante 2.4%, lufta siguria 2.1%, borxhi i vendit dhe i popullit 0.9. Professore, la mia domanda è sui bassi salari e i pensioni bassi e poi anche cioè il basso livello dei salari e la disoccupazione. Cioè, questi sembrano interessanti perché escono anche nel tabellone di prima. Pra po e pyes profesor Vikarin sepse rroga e ulët, pensionet e ulta, papunësia, mungesa e punëve të paguara mirë, duken dy çështje shumë të rëndësishme dhe në pyetjen e mëparshme. Sì, no, è interessante perché është interesante po sepse vjetre se kampioni përgjithsisht në intervistuarit vënë re që është një problem i ndjeshëm, i ndjerë, edhe dikush është një pikë sugjerimi për cili ndoshta që do të fitojë zgjedhjet, në sensin që inflacioni dhe rritja e çmimeve ka prekur këdo, flasim qartësisht janë situata që jetojmë edhe në Itali, kështu që nuk është veçanërisht diskutueshme në atë që shihet në vende të tjera të Europës. Rrogat e ulta është e njëjta gjë njësoj. La mancanza mungesa di lavori ben retribuiti e punëve të paguara mirë, për sa i përket shohim, nëse marrim grupin e personave që kemi intervistuar, për pjesën më të mirë janë persona të cilët kanë punë, janë të punësuar, që kalojmë nga 30 në 14% interes. Shohim që përgjithsisht në qytete ku vinë edhe grupet e targetuara ka një diferencë të vogël. Atëherë, kalojmë tek pyetja tjetër, që është një pyetje që në farë mënyre i përmbledh edhe themi përshtypjen finale të njerëzve, në përgjithësi në cilin drejtim po ecën Shqipëria. Kjo është pyetja e radhës dhe si e shikoni, në drejtimin e dur përgjigjen 49.7% të njerëzve, në drejtimin e gabuar 20.8% e njerëzve, as në drejtimin e dur, as në drejtimin e gabuar 9.5% të njerëzve. Pra shikojmë një ndarje simetrik e cila tregon që temi gjysma e shqiptarëve mendojnë që vendi po ecën në drejtimin e dur, ndërkohë gjysma tjetër mendon jo ose është në vendin nuk do bëj as përpara dhe as prapa. Por ndërkohë kalojmë pak edhe tek tabela tjetër e radhës, duke menduar për të ardhmen, pra e pyeten për të ardhmen shqiptarët. Sipas mendimit tuaj, situata ekonomike në Shqipëri, çfarë do ndodh me të? 40.4% përgjigjen që situata do të përmirësohet,
20.9% do të betet e njëjtë dhe 38.7% janë ata që mendojnë që vendi do të jetë më keq se ç'është sot. Allora, professore, questi ultimi tabelloni, l'ultimo è sulla situazione economica negli anni del futuro, quando ci dice che sono determinanti per l'umore politico della gente che voterà all'11 maggio. Pra, pyetja ime është sa do ndikojnë, këto pyetje sa ndikojnë realisht në humorin e njerëzve që do të votojnë në 11 maj. Allora, di sicuro, è sigurt per quanto riguarda për sa i përket situatës ekonomike në Shqipëri, nëse do përmirësohet në të ardhmet, është thelbësore. Interesante që mund të shohësh se personat janë potencialisht pozitiv, sepse shohim 44% që e konsiderojnë se do të bëhet më mirë. Përsa i përket një 38% që do të sheh një situatë negative, duke parë dhe një situatë politike që sinqerisht në të momente që shihet në rrugën e drejtë, sepse jemi gati në 50% që e konsiderojnë në rrugën e duhur. Megjithatë, profesor, 20.9% në tabelën e fundit thonë situata ekonomike në vitet e ardhshme do të mbetet e njëjtë. Çfarë do të thotë kjo? Këta anojnë temi nga situata e mirë, apo anojnë nga temi janë skeptik për të ardhmen ekonomike të vendit. Però, professore, nell'ultimo tabellone c'è un 20.9% della gente che dice che la situazione rimarrà la stessa economicamente parlando nei prossimi anni. Cioè, diciamo, quando parliamo di prossimi anni, parliamo dei 4 anni del mandato che ci governerà cioè dopo l'11 del maggio. Cioè, cosa vuol dire questo 20.9%? Cioè, sono dalla parte migliore, che migliorerà, o dalla parte che le cose non andranno molto bene? Kjo është pjesa klasike e të pavendosurit. Janë ata persona që kanë nevojë për të parë diçka më tepër. Mundësisht, motivacionet mund të jenë në varësi të situatave reale apo qofshin komunikative. Janë 2 nivele me të cilën punohet, është ajo që është në pjesën që do ta shohim edhe në këtë periudhë të zgjedhjeve. Do të jetë shumë bukur në javët në vijim. Edhe kjo është pjesa e punës tonë, të shkojmë, të shohim se si do të anojnë, nëse do të anojnë në bazë në ato që do të komunikohet me të vërtet edhe në këtë grup të njerëzve, sepse në shumë pjesë publiku fokusohet në atë që është vërtet duke ndodhur në vendin e tij në momentin kur duhet shkoj vërtet votoj. Kalojmë te slajdi i fundit për këtë pjesë të parë, pastaj do flas me kolegët e mi, do diskutojmë shifrat. Slajdi i fundit është shumë interesant, pasi ka një pyetje shumë interesante. Pra, duke menduar për Shqipërinë dhe gjendjen në vend, cila nga këto emocione ndjen më shumë? Dhe shikon rezultatet që kanë treguar shqiptarët. 37.8% e tyre thonë që ndjen krenari dhe patriotizëm. 29.9% ndjen zemrim, frustrim dhe dëshpërim. 20.2% e tyre thonë që ndjen frikë dhe shqetësim, ndërkohë 12.1% e tyre thonë që ndjen gëzim dhe shpresë për të ardhmen. Allora, professore, l'ultima domanda, cioè questa è una cosa che io non ho, diciamo, visto nei sondaggi che ho commissionato io con le mie TV o neanche negli altri sondaggi, cioè come si sente la gente sull'attuale stato d'animo, diciamo, il loro stato d'animo sul loro paese. Cioè, i risultati sono interpretabili, però orgoglio e patriottismo è una cosa, diciamo, che qualche anno prima per gli albanesi non era neanche pensabile. Cioè, perché avete fatto questa domanda? Cioè, questa domanda alla gente, come interpreta i risultati? Pra, ideja është një pyetje e tillë nuk e shef shumë në sondazhe, pra që 37.8% shqiptarëve thonë që ndjen krenar dhe kanë patriotizëm për vendin e tyre, është një gjë që pak vite më parë ishte një pyetje që as mund t'ia bëje dot shqiptarëve. Pse qëllimet e kësaj pyetje, po e pyet profesor Vikarin. Si, mi dimi profesora.
Ne kemi kuptuar se ka ndryshuar shumë, por jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, në skena politike, në sensin që njerëzit nuk janë më të motivuar për të shkuar për të votuar si më parë. Dhe përpasoj vjen tek njerëzit, lind tek njerëzit, tek ne të kuptojmë se cilat janë motivimet e njerëzve që i shtyn drejt ndryshimit, drejt të votuarit dhe për të çuar ndryshimin. Dhe kemi tentuar të ndërtojmë disa pyetje që mund të na ndihmojnë të kuptojmë se cilat janë motivimet që i dërgojnë njerëzit drejt votave dhe tipologjia e votimit të tyre. Okej, profesor të falenderoj, unë do flas tani pak me kolegët e mi, le ringrazio, ci troviamo tra poco per la seconda parte. Falenderit Fabio Vicari, që është edhe drejtuesi i këtij sondazhi komisionuar nga APZ News. Skënder, atëre, unë do pa humbur shumë kohë, ka shumë të dhëna, por ajo që më bën mua përshtypje, ndoshta e kemi tek skenari sociopolitik tabela cilat janë sipas jush problemet kryesore të vendit, do të flisim për atë një koment të parë, nëse ne mundemi ta gjejmë tabelën. Unë shikoj Skënder, ka një rritje të temave që lidhen me gjendjen ekonomike, bravo, kjo është. Pra duke filluar nga pagat e ulta, varfëria, korrupsioni që mbetet temë kryesore, po jo më kryesore. Shikojmë që kriza ekonomike, inflacioni, mungesa punës, pensionet e ulta, emigracioni. Pra shqiptarët aktua po mendojnë ashtu siç e tha profesor Vicari si një votues europian? E vërtet Sokol, dhe kudo ku kemi ndjekur procese elektorale, pak a shumë këto kanë qenë temat, i ka përcaktuar qysh nga pandemia Covid-i dhe më pas lufta në Ukrainë, pra kanë nxjerr në plan të parë inflacionin, kanë nxjerr papunësitë, kanë nxjerr pagat e ulta që lidhen me inflacionin, kanë nxjerr pensionet, emigrimin, korrupsionin, por një gjë bën përshtypje që duket se ka një kundërvënie që teorikisht ato që do duhet ishin burimet ose gjeneruesit e problemeve të mësipërme ndodhen në kadet e poshtme të listës, si shqetësime. Më e para, unë do të thoja qeverisja e keqe, apo jo zoti Çupi. Do të thotë, kur ti ke inflacion, papunësi, pensionet ulta, emigracion, korrupsion, normalisht duhet kishe një vetdijet e një niveli pak më të lartë se çmimet tek lagja. Po kjo është e bukur e sondazheve Skënder, cila është? Themu, cila është e bukur e sondazheve? Një mendim, duket si një tabelë me dy pamje. Ne jemi njerëz që përcjellim opinionet e njerëzve etj. Dikush na quhen opinion bërës etj. Kemi. Por këto sondazhe Skënder, ndoshta na ndihmojnë të kuptojmë ku është diferenca midis asaj si e shohim ne dhe asaj si e shohin njerëzit. Patjetër, ne këtu po mundohemi. Pra ideja është që nëse ata e shohin krizën ekonomike dhe inflacionin, pra ne pyetja është e shohin si votues europian, pra nuk e shohin më Shqipërinë si një ekonomi frok të vogël, po e shohin si të integruar në tregun e madh botror. Pra shikojnë probleme të cilat ndikojnë edhe një votues europian. Pra kur flasin për pagat për pensionet e ulta për shkak. Pensionet e ulta është temë europiane. Në Shqipëri është edhe më shumë, se pensionet janë shumë më të ulta se në Europë. Nëse një fraze pensionet e ulta nuk varen për shembull, se po marr për pensionet. Pensionet është një dramë për çdo lloj qeverie. Çdo lloj qeverie që do vi do ketë probleme me pensionet. Por mos harrojmë, vitet 2014, 2015, te temi pati një zgjidhje të krizës pensioneve. Por çfarë ndodh? Evoluojnë shqiptarët e esën e tonë, prit një sekond, do të na futesh në Europë, ose do ta futesh në Europë, pa pensione europiane? Sokol, kjo kundërvënie që thash, le të themi, nuk ka të bëjë me qeverisë të keqe, sa ka të bëjë duan qeverisën edhe më mirë se qeverisën sonë. Jo, shumë e vërtet kjo. Dhe e dyta do të shtoja unë, kjo është e vërtet, po e dyta që do të shtoja dhe këtu e mbaroj, është që ndoshta këto fenomene i shohin si të këqija endemike në trupin e këtij vendi. Dhe jo si të këqija që lidhen me një qeverisje të caktuar. Dhe kjo është e vërtet, sepse ne inflacion, pagat ulta, korrupsion, emigracion, kemi filluar me peshkarexhat. Pra, domethënë, janë fenomene kaq të ngulitura në trupin e shoqërisë shqiptare, saqë ato quhen dhe konsiderohen tashmë si të vlefshme për çdo kohë dhe për çdo situatë. Është një sondazh i cili është vërtet pasuruar në krahasim me gjithë sondazhet e viteve të kaluara, është pasuruar me vetjetën e njerëzve dhe me vetjetën e popullit shqiptar.
Do më thënë, këtu kemi pyetje për patriotizmin dhe krenarin kombëtare, kemi pyetje për luftën në botë, kemi pyetje për disa nga pyetjet të cilat nuk janë përfshirë, nuk janë konsideruar në Shqipëri. Dhe është pikërisht atë që thotë profesori italian, se qytetarë shqiptarë tani mendojnë dhe funksionojnë si pjesë e Europës. Duke parë këtë gjë, kështu, këtë skenarin sociopolitik kombëtar, të bëni një gjë për shtypje, krahas asaj që thotë Skënderi, të bëni një gjë për shtypje se vërtet njerëzit e ndajnë përgjegjësinë direkte të një instrumenti, të një institucioni, të një qeverie, me disa fenomene të cilët janë aty. Që janë strukturore. Janë strukturore, janë aty, nuk ke nga ta qosh. Duhet ndryshu struktura. Nuk ke nga ta qosh. Dhe ndërkohë, po në të njëjtën, si më thënë, pjesë, kemi këtu gjëra që shifra të cilat duket sikur njerëzit vërtet nuk e kanë dëgjuar politikën, sidomos politikën opozitare. Tjetër gjë, vërtet opozita në përmitingje, tjetër gjë në për media, tjetër gjë etj. Se kjo është e pyetja që doja t'ja bëja, ti ke kap një pikë shumë temi. Tjetër gjë, ke kap nervin e gjës. Për shembull, kriza ekonomike, inflacioni, që është normale, nuk është në agjendën e opozitës, nuk është gjikundi në agjendën e opozitës. A është kryesore apo jo? S'është kryesore, por edhe opozita thotë narkoshteti. Është shumë e rrallë. Pra narkoshteti do të thotë kriminalitet, do të thotë qeverisje e keqe, do të thotë krizë politike, pra gjitha këto. Dhe se s'kemi kohë. Lami, ajo që do të më shtypje është kjo që psi ka mundësi që temi këto çështje të cilat janë ngritur nga njëra palë, janë kaq poshtë në. Unë mendoj që këtu ngrihen disa çështje. Së pari, vetëm sa më shkurt ju lutem. A mundet që çështjet të cilat opinioni publik i klasifikon si prioritare të mund të marrin vëmendje vetëm gjatë periudhës fushatës? Pse jo? Gjë e cila na bën të mendojmë që nëse ato nuk marrin vëmendje gjatë gjithë kohës kur shtrihet mandati i qeverisës, sigurisht do shikojmë që njerëzit kanë disa shqetësime, opozita apo qeveria ka disa shqetësime të tjera, siç janë korupcioni, siguria, kriminaliteti, kriza politike, qeverisja e keqe. Së dyti, media pasqyron problematikën e përditshme që ka njerëzit apo ndjek agjendën e politikës që dikton nëpër media. Po të shikosh debatën nëpër media, do të shikosh që korupcioni, kriminaliteti, kriza politike, qeverisja e keqe kanë qenë epicendra e diskutimeve këto 4 vite. Elementi i dytë do thoja unë është që si afrohen partitë politike në platformat e tyre për zgjidhje gjatë fushatave elektorale. Në lidhje me çështjet që kanë njerëzit, bloku i parë që ju me drejtë evidentuat dhe evidenton sondazhi, sa e themi ne, është bloku i cili është ekonomia. Po të shikojmë mënyrën se janë qasur. It's the economy stupid. Nga mesi e sipër ose dy partitë kryesore. Unë mendoj që këto dy partitë kryesore, qasja kryesore është kjo. Opozita, Partia Demokratike ofrohet me qasjen mrekullia ekonomike, duke uazuar gjithë qasjen elektorale të Trump, duke menduar se kjo është oferta që do ofrojë opinionit publik, duke ofruar për çdo çështje zgjidhjet përkatëse, ndërsa Partia Socialiste ka Deus ex machina që ofron zgjidhjen e përgjithshme që është Bashkimi Evropian. Pra Bashkimi Evropian, nëse ne shkojmë atje, indirekt i zgjidh këto çështje. Kështu janë ofruar dy aktorët kryesor, grup çështjes parë që ka të bëjë vetëm me ekonominë. Martin, duket të paktën nga temat që ka një mos përputhje midis asaj çfarë mendojnë shqiptarët që shkon mirë, shkon keq për perspektivën e vendit, dhe asaj që ofron opozita në temën e diskursin e saj në këtë fushat. Por nga ana tjetër me drejt Lami thotë që edhe ajo që ofron mazhoranca mund të nënkuptohet, por nuk është se thuhet troç në preferencat e shqiptarëve. Pra le të themi, a tregon që shqiptarët kanë një dozë skepticizmi dhe ndaj ofertës kryesore që vjen nga Partia Socialiste, nga qeveria që do futemi në Europë dhe aty rregullohet gjithçka? Sigurisht është edhe kjo, po me pak fjalë do të thoja që krahas ndërrimit të vendeve, të roleve, të këtyre problemeve, këto ekzistojnë, më bën çudi fjala vjen sepse sapo të pyesësh një votues, gjëja e parë kur ka lidhje me qeverinë thotë korrupsioni, dhe ndërkohë që korrupsioni është shumë poshtë si çështje është çështje kryesore, është pjesa e parë po nuk është më kryesore. Ajo që është dhe që duhet të jetë për pozitën në këtë rast për qeverinë, është që kjo duhet
të merret si një manual, paktën për kaq ditë, dhe të studiohet për ato probleme që kanë vërtet shqiptarët. Ndërkohë, aq më tepër që ka parti të caktuara dhe të reja që këto probleme i kanë bërë kaos kryesor, ëh. Ndërkohë që për pagat e ulta. Opozita po dëgjoja Rrugës, programin e zotit Berisha në Kukës, dhe që gjatë gjithë kohës programi ishte Edi Rama është burri poshtë, është 2 metra i gjatë i pa fytyrë, pa shiti shqiptarë dhe armiki kombit, dhe të ndihmojmë nënat dhe gratë tona në biznese, 500 euro pensioni, 1200 euro rroga. Cosa più interessante, diciamo, cioè l'opinione, la valutazione degli albanesi sui loro leader politici. Cominciamo da Edi Rama, pra fillojmë me vlerësimet e shqiptarëve për liderët e tyre politik, duke filluar nga Edi Rama. Ju lutem tabela e zotit Rama, që i bie tjetë numri 15 sipas kësaj që kam unë këtu. Atëherë shikojmë. Vlerësimi për Edi Ramën është pozitiv 51.2%, nuk ka mendim 3.6%, negativ 45.2%. Pra ky është opinioni për Edi Ramën si politikan, pra si drejtues politik, pasi do kemi një pyetje tjetër sa i përket performancës tij si kryeministër. Vazhdojmë me politikanin tjetër, Sali Berisha. Vlerësimi i shqiptarëve është 33.8% pozitiv për Sali Berishën, nuk ka si mendim 2.3%, ndërkohë 63.9% shikojmë që kanë opinion negativ. Ajo që bashkon të dyja sondazhet është që nuk ka shumë shqiptarë që nuk kanë një opinion për Ramën apo për Berishën, kjo edhe falë përvojës tyre të gjatë politik edhe në opozit, edhe në drejtues shtetëror. Pra, shikojmë diferencën midis Ramës dhe Berishës, pozitiv për Ramën është 51.2%, ndërkohë për Sali Berishën 33.8%. Kalojmë tek Ilir Meta, i cili del gjithashtu në këtë sondazh të shqiptarëve, vlerësimet e tyre për Ilir Metën, negativ 83.2%, pozitiv 11.6%, ndërkohë nuk kanë asnjë mendim për të 5.2%, dhe këtu numri atyre që kanë mendim 0, pra nuk kanë asnjë mendim është i pakët, edhe kjo falë përvojës së gjatë. Ndërkohë interesante janë temi figurat e reja politike në vend. Vazhdojmë me Adriatik Lapaj Ndjes, i cili në përgjigjet e këtij sondazhi ka këto rezultate. 35.2% prej tyre të pyeturve kanë mendim pozitiv. 34.9% mendim negativ, dhe sigurisht gati 30% nuk kanë asnjë mendim, nuk kanë akoma ndarë mendjen çfarë mendimi kanë për të pozitiv apo negativ për Adriatik Lapaj. Ndërkohë kalojmë te Agron Shehaj, i cili ka një mendim, për të ka një mendim pozitiv disi më pak se sa për Adriatik Lapaj, pra 34.2%, negativ 20.2%, ndërkohë nuk kanë ndonjë mendim të posaçëm për të 25.6%. Kujtoj që Lapaj dhe Shehaj janë identifikuar të dy si forca të djathta dhe kanë pasur dhe replikat forta me njëri tjetrin. Nëse ka replikat forta midis partive të reja, janë ato cilat ka përfunduar dhe në gjykat midis Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj. Shikojmë që Lapaj ruan një avantazh të lehtë, temi qoftë në opinionet pozitive, qoftë në ato negative, pra negative pak më të ulta se zoti Shehaj. Ndërkohë, kalojmë pastaj tek zoti Arlind Qori, i cili është identifikuar si forcë e majt, pra lëvizja bashk. Për zotin Lapaj, opinioni pozitiv është 23.6%, pozicioni negativ 33.7%, ndërkohë interesante është që një pjesë e madhe nuk ka ende një mendim për të 22.7%. Ndërkohë që këto janë dhe një tabelë finale, ndoshta vlerësimit e udhëheqësve politik, pra overall, ndoshta tabela finale na ndihmon që ta kemi në ekran, se kjo është një tabelë shumë e rëndësishme. Tabela tjetër më pas, që jep, pra që është në fleta numër 21, vlerësimit e udhëheqësve politik, ndoshta e kemi, unë e kam në video wall, nuk e di, e kemi apo jo? Atëre do mundohem që ta nxjerr në Magic Wall, pasi këtu e kemi, besoj e kemi në sondazhin ton, shpresoj që ta kemi, nëse nuk është bllokuar dhe kësaj radhe. Atëherë, kjo është tabela kryesore që i tregon vlerësimet e udhëheqësve politik shqiptar, pra totalja për gjithë liderët politik. Rama është 51.2%, Adriatik Lapaj është 35.2%, Agron Shehaj është 34.2%, Sali Berisha 33.8%.
23.8%, Arlind Qori 23.6%, Ilir Meta 11.6%. Tani, e rëndësishme është që sigurisht Sali Berisha këtu paraqitet në vendin e 4, Lapaj dhe Sheaj janë mbi të. Interesante është që nëse mund t'i vendosim një gërm, flasim për një forcë të identifikuar të djathtë, për një forcë të identifikuar të djathtë dhe për sigurisht për Partinë Demokratike, lideri i cilit është Sali Berisha. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që dy partitë e reja me lider djathtë, nga pikpamja e preferencave së leadershipit politik, dalin më lartë se zoti Berisha, ndërkohë Qori pra është identifikuar si Emaj dhe Ilir Meta gjithashtu. Po, Skënder, vetëm një sekond, sa ti bëj një pyetje, po apo i keni pyetje me profesor? Me profesor Bikarin. Atëherë një pyetje profesor Bikarin. Profesor, il mio collega Mingiosi vi farà una domanda su diciamo su questo sondaggio sui leader politici del paese. Po, Skënder. Profesor, në djathtas në fund të slajdit afishohet numri personave që i njohin politikanët. Në rastin e Berishës, Ramës dhe Metës, kjo përqindje është mbi 99%. Pra, shqiptarët i njohin këta tre emra praktikisht të gjithë. Sa po kalojmë tek politikanët e ri, kjo përqindje zbret. Dhe kemi në rastin e Lapajt, e njohin vetëm 67%. Zotrin që quhet Agron Sheja e njohin 70.2% dhe Arlind Qorin 77%. A mos duhet që ta marrin parasysh koeficientin e mos njohjes totale kur bëjmë preferencat shifrore të shqiptarëve? Duhet të rritën. Profesore, e ka vend tjetër Skënderi. Profesore, allora li traduco, cioè con una grande velocità. Allora, quando si parla dei leader veterani, diciamo Berisha, Rama, Meta, cioè quasi tutta la gente ha un'opinione chiara perché li conosce. Poi quando andiamo a verificare i nuovi leader politici, poi una grande parte di quelli che hanno risposto alle vostre domande dice che non li conosce. Quando questa condiziona, diciamo, l'opinione positiva su questi nuovi leader, Qori, Lapaj e Sheaj? Më saktiamo però? Po. Bën sens, po nejse. Shpresoj që dëgjojeni në transmetim, pasi ne këtu nuk dëgjojmë gjë. Po të paktën të kenë dëgjuar shikuesit. Atëherë, nuk keni zënë në transmetim. Ju lutem, regjia, atëherë, këteni transmetimin këtu, nuk keni zënë transmetim. Derisa ta zgjidhni problemin e audios, shpresoj që ne dëgjohemi. Atëherë, dhe njerë, Skënder, Martin, ajo që më bën mua përshtypje është tek rasti zotit Berisha, do të kemi mundësi të shikojmë edhe preferencat politike si votojnë shqiptarët. Por ajo që shikojmë tek opinioni për drejtuesit politik, ndoshta tabela është më e bukur kjo tjetra këtej, se ajo imja është interpretative. Qëndrojmë këtu, Martin. Atëherë, shikojmë që dy lider që identifikohen djathtë, pra zoti Lapaj dhe zoti Sheaj, kanë preferenca më të mëdha se zoti Berisha, i cili është lideri tradicional i qendrës djathtë shqiptare. Një opinioni juaj për këtë? Sepse e kam thënë edhe herë tjetër, po e them tani. Ka një sondazh tjetër që ka marshin e gabimit 0 sipas meje, dhe ky sondazh ka emrin Sali Berisha. Dhe prandaj them që Sali Berisha për te gjithë shkaje, për te gjithë gjenezës që ka patur në Partinë Demokratike pas riardhjes në kryet Partisë Demokratike, tregon
që ai nuk është më lider i preferuar për shqiptarët dhe fakti që del në vendin e 4 është sondazhi më i mirë në të gjitha sondazhet që kemi patur deri tani, po unë marr këtë sondazh si më të mirin sipas meje. Frok, shpejt. Mua më vjen përshtypje një gjë tjetër, domethënë nga njohja tek mosnjohja e këtyre, domethënë fasha shumë e gjerë e mosnjohjes së këtyre liderëve. Është normale se janë 3. Po shiko, është normale, po ka një lidhje me fashën e njohjeve. Domethënë, aq sa nuk e njohin, aq edhe e votojnë në mënyrë a priori, në mënyrë, si më thënë, hajde të votojmë një gjë sepse unë kam inat dikë tjetër. Nëse, Frok, kjo që thua është relativ, më falë që ndërpresa. Po, relativ. Sepse do të shohim, kam përshtypjen, si që kemi parë dhe më përpara, që Adriatik Klapaj nuk është partia e dytë Shqipëri. Okej, një sekundë se do flasim... Për gjë po themi. Po pra, që pastaj ajo të kurët shumë përqindja. Po, lami një batut shpejt, lami një batut, i lutem. Në qofë se njifen Rama dhe Berisha, njifen për shkak se njëri ka në pushtet rreth 23 vite, tjetëri ka në pushtet rreth 13 vite, dhe njerëzit o i duan ose i urrejnë, ndërsa liderët e partive të reja janë pa njohura, janë pa testuar, janë pa konsumuar, bashkë me firën dhe riskun që thotë kolegu Frok këtu, i cili thotë që nga mosnjohja vjen ose paragjykimi, por vjen edhe adhurimi. Vjen dhe adhurimi, të dy bashkë janë, rrisë janë të dyja. Kurse po ta shikojmë, pra ka opinione pozitive, por ka dhe prishmëri. Prishmëria do të prita ta presim se çfarë do ndodhi. Në skemë Sali Berisha me Ilir Meti janë shumë afër. Do me thënë, njeri është i 4, tjetëri është i 6. Po, ta shikojmë nëse kjo përputhjet me partitë e tyre, ëh? Se një lloj humori. Tani duhet të shohim partitë. Atëherë ju lutem, edhe një herë shkojmë me shpejtësi tek slajdi i radhës. Pyetja e radhës është kryeministri i ardhshëm. Cilin preferojnë shqiptarët për kryeministër të ardhshëm? Dhe shikojmë tabelën, ju lutem, punoni dhe me tabelat grafike temi që sapo treguam. Cili preferojnë si kryeministër të ardhshëm? Shikojmë që 64.3% preferojnë Edi Ramën, ndërkohë 35.7% preferojnë Sali Berishën. Pse është i rëndësishëm ky sondazh? Ky është i rëndësishëm sepse nëse pam të dhënat më sipër sa i përket preferencave personale për Edi Ramën si politikan, vetëm 51.2% e kishin preferencën pozitive për Edi Ramën. Ama kur vjen puna për të zgjedhur kryeministrin, cilin preferojnë si kryeministër, 64.3% preferojnë Edi Ramën dhe 35.7% preferojnë Sali Berishën, i cili në temin e preferencat e shqiptarëve individuale afrohet, pra pozitivisht për Sali Berishën mendonin 33.8%, 35.7% e duan si kryeministër. Pra shikojnë që ka një përputhje midis perceptimit Sali Berishës si politikan dhe si kryeministër. Ndërkohë që shikojmë që sa i përket Edi Ramës, nga 51.2% që është preferenca e tij personale, gati 64.3% lami e preferojnë si kryeministër. Shpejt një domethënie sipas jush. Në këtë rast, kur qytetari i ofron dy alternativa, do zgjedh alternativën që ai beson që është më eficiente për të. Ndryshe është rasti kur renditen disa figura dhe ai jep një opsion për secilën figurë. Kur jepen dy alternativa, është i detyruar të zgjedhë njëra nga. Dhe zgjedhja tregon qartë diferencën ndërmjet Ramës dhe Berishës. Së dyti, do thonë unë, ajo çfarë është karakteristike që do shikojmë dhe me slajdet e tjera, është si korelon pëlqimi për liderin me pëlqimi për partinë. Pa dalë të kjo, rrim pak, pse do të tregoj një slajd tjetër i cili flet për si e vlerësojnë shqiptarët, jo, vetëm për këto dhe ta jap direkt fjalën ty, atë se lidhen të dyja. Atëherë, si e vlerësojnë shqiptarët punën e kryeministit Edi Rama, pra e punën e Edi Ramës si kryeministër. Nëse kemi tabelën, ju lutem, atëherë shikoni, kjo është tabela si politikan. Si kryeministër duhet jetë tabela e parafundit, para se dalim të votat politike. Shpresoj që ta kem dhonë këtu për ndryshe, atëre është tabela me fletën 25, si e vlerësojnë. Atëre shikoni që ndodhë. Si e mirëtojnë punën e Edi Ramës si kryeministër? Shumë 12.9%, mjaftueshëm 40.2%, pak 18.6%, as pak 28.8%. Këtu Skënder kemi pothuajse një përputhje me opinionin që dilte për Edi Ramën si lider politik, 51.2%, si kryeministër vlerësojnë 50, pra mirë apo shumë mirë, 53.1%. Si e lexon këtë përputhje? Përputhet po ashtu në kratë kundërt me ato të Berishës? Mos përputhja virtualit, paktën aparente e dukshme e kësaj cilin preferoni mes Ramës dhe Berishës, ka të bëjë me një tërheqje litarit thatë mes dy emrave.
Dhe në këtë tërheqje ligjitare del Rama i parë me 64 sepse Berishën nuk e preferojnë për kryeministër. Tani, në vetvete kur Ramën fillikat i vetëm si e konsiderojnë punën e tij si kryeministër, aty shfaqen nuancat dhe aty Rama bie nga 64, bie në këtë që ne shohim që është 53. Dhe kjo është normale, absolutisht, kjo është normale. Por në përballjen that Berisha-Rama, Rama fiton me 2/3, nuk diskutohet. Atëherë, e kemi profesor Vikari në lidhje? Sì, mi sentite? Me dëgjoni? Allora, professore, la sentiamo finalmente. Allora, parliamo dell'ultimo tabellone, quello più, diciamo, interessante, cioè per chi voteranno gli albanesi all'11 di maggio. Allora, vediamo il tabellone, parashikojmë tabelën për këtë votojnë shqiptarët në 11 maj, e poi il professore lei ci fa un piccolo commento. Atëherë, shikojmë tabelën, ci può commentare, professore? Certo. Patjetër. Allora, atëherë. Sì, lo vedo meglio anch'io. Perfetto. Allora, prima di tutto, giusto una dopo sulla domanda di prima che mi Në bas të pyetjes së më parë që më vjen keq që nuk u dëgjua. Do më duhet të thoya që natyrisht të gjithë intervistuarit që kanë dhënë përgjigje ishin të njohur, njihnin persona që ne I propozuam come persone da andare a votare. Si persona që duhet shkonin e votonin. Rispondo sì. Në këtë pikpamje përgjigjem po ishin të njohur dhe anë votën e tyre. La loro opinionin e tyre në mënyrë direkte. Jo në bazë kush njihet pak më shumë dhe kush është më I famshëm dhe është normale dhe patjetër dhe opinioni rritet dhe madje mund të jetë më pozitiv. Për sa I përket votave, të dhënat janë shumë interesante sepse shohim Partia Socialiste 50% është shumë e lartë. Allora, professore, una domanda. Lei ha messo lì, cioè il minimo e il massimo. Ka vënë shifrat minimale dhe maksimale. Il minimo è di 46.9, il massimo 50.9. Cosa vuol dire questo? Perché ci può anche sarà anche una confusione, ci deve chiarire un po' su quella cosa. Dove nascerà pak të confusione që mund bindi. È una forchetta, diciamo, è una forchetta fisiologica di intenzione di voto. Naturalmente noi andiamo a calcolare qëllimeve të votës, është një ndasi në bazë qëllimeve të votës që ne I llogarisim për mos dhënë një të dhënë specifike sepse ka shumë element që mund të ndikojnë deri në fund, por në momentin vërtet që ne kemi shkuar të marim qëndrën specifike mes 46.9% dhe 50.9% është data perfekte 100%. Ne gjithmonë mbajmë atë kufi marsh, por historikisht ajo që është qëndra e mesit ndësis është edhe e dhëna esenciale, thelbësore. Në bazë të kësaj pike, sicuramente in grado di andare poi jam I sigurt që ad aiutarci anche a comprendere le motivazioni. Të ftuarit tuaj ndoshta edhe mund na ndihmojnë të kuptojmë edhe motivimet që sjell në këtë a questo numero. Në këtë numër specifik. Ok, professore, l'ultima domanda e poi le lascio andare. Gli indecisi 14.7 dice lei, cioè të pavendosuri 14.7%. Questi indecisi sono decisi di votare? Cioè stanno pensando o non sono decisi neanche per votare? Pra janë të vendosur për të votuar për të pavendosur për kë, apo janë të pavendosur në përgjithësi? No, questi sono gli indecisi janë të pavendosuri që do shkojnë të votojnë, por nuk dinë non sanno ancora chi votare. Se për këtë do të votojnë. Interessante. Professor Vicari, la ringrazio molto per la vostra presenza, per il vostro lavoro eccezionale, grazie mille di tutto e ci vediamo il prossimo lunedì. Grazie a voi. Faleminderit juve. Dhe vimësi të mbarë dhe për të ftuarit tuaj. Faleminderit. Profesor Vikari, atëre që mos humbim kohë pasi ka të emision tjetër pas nesh, unë do doja të dilim te tabela kryesore, miq dhe miqë, është edhe temi tabela më interesante, që është tabela e votimit. Atëre qëndrojmë këtu. Kjo është tabela kryesore, Skënder. Atëre shikojmë, Partia Socialiste në maksimum shkon më lartë se 2021,
48.7%, shkon deri në 50.9%, ndërkohë Partia Demokratike 39.4% zgjedhjet e fundit të drejtuara nga Lulzim Basha 25/2021 nga idhulli Martin Lekës, dhe ndërkohë që flasim për një shifër që në dukje nuk është një shifër e pakët krahasuar me rezultatet historike që ka Partia Demokratike, dhe dohet ditë lapsi këtu që ta nënvizoj pak. Atëherë shikojmë, Partia Demokratike është 37%, ndërkohë që në 2021 ka qenë 39.4%. Por kujdes, tu mungon një element i rëndësishëm që është Partia e Lirisë, pra Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka dalë, Landi sa ka dalë në gati 6%. Pra, e krahasuar jemi në mes të fushatës, nuk është një shifër e keqe me atë që 24 partitë e Berishës janë shumë më pak se sa 2 partitë e Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit. Kaq. 2021 me 2025. Landi? Atëherë do dohet komentoje pak dhe Sokol lutem. Do dohet komentoje pak edhe rezultatin e Partisë Socialiste. Është identik Sokol sepse kur thot minimal, maksimal, zakonisht merret e mestmja. Okej, Landi. Sot dona na kanalizojnë 3 pika. Arrin në këto zgjedhje Partia Socialiste të ripërsërit rezultatin e 2017-2021 me këto dhëna, nëse vazhdon deri me datë 11 maj, po. 2. Partia Demokratike bashkë me koalicion, pra koalicioni mallështor është nën kuotat e 2021, madje nën kuotat rreth 6% që është goxha. Pra nëse do të ishte 46%, tani e kemi 39% për njerëzit, dhe lajmi që është lajm për këto zgjedhje është që të paktën ekzistojnë shumë gjasa që të kemi disa të butë që mund të krijojnë një grup nga partitë e reja që mund t'i kemi në këto zgjedhje. Martin, atëherë shikojmë, Shqipëria bëhet nisma e drejtuar nga Adriatik Klapaj nga 5.4 deri në 7.4, ndërkohë që shikojmë që partia Mundësia nga 3.8 deri në 5.8, pra minimale dhe maksimale. Partia Social-Demokrate e drejtuar nga Tom Doshi është nga 1.4 në 2.4, por këtë të dhënë dua ta nënvizoj pak se është shumë e rëndësishme, pasi shikoni krahasimin me zgjedhjet e 2021 për të kuptuar se sa i saktë është ky sondazh. Pra, ky sondazh tregon shifrat që Partia e Zotit Doshi ka marrë dhe në zgjedhjet e vitit 2021. Po mos harrojmë, Zoti Doshi në vitin 2021 ishte një tjetër presion, në cilin nuk është sot kandidon dhe vetë për deputet, pra shqipsohat krejt tjetër. Dhe unë mendoj që do rritet ndoshta qoftë edhe me një deputet, sepse ai është i përqendruar në disa zona ku efektiviteti i elektoral është maksimal. Tani, Zoti Qori, shikojmë që Lëvizja Bashkë, Zoti Qori... Po, unë e kisha tek Kapelja, do më thënë. Po, Kapelja është numri 1%. Darim të 1% se lutës se s'kemi ko. Atere, shikojmë që Zoti Qori Qupi është nga 1.1 deri në 2.1%. Kujtoj që në bazë ligjit elektoral, nëse e mbi 1%, ti klasifikohesh për mandat, pastaj duhet parë nga zonë. Një komenti juaj për këtë? Shiko, kjo është një lëvizje e cila s'është përcaktuar ende nëse është e thellë e majt apo është e majt e moderuar. Dhe në këto ujra sigurisht që ka arritur të fitojë 1%. Mund të thesh dhe këtese. Ka arritur të fitojë 1% të më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Po, unë kam përshtypjen se nuk është kjo çfarë zgjidh lëvizjen. Shpejt, lutem se jemi shumë vëllë me... Mendoj se, aty që tha Martini, mendoj se Partia Social-Demokrate e Tom Doshit do jetë i surpriz mes këtyre të... Ta shikojmë. Surpriz pozitive apo negative, Basha që nuk shkon, mezi shkon tek 1%? Surpriz negative për sa i përket frontit opozitar, i cili ndoshta mund të ekzistonte mundësia që mbas zgjedhjeve mund të bashkoheshin dhe të krijonin një numër caktuar të deputetësh. Dhe shikoni në fakt se ka një 9.6% jeton partitë të tjera dhe që janë kryesisht partitë shkëputura, formacion shkëputura nga Partia Demokratike. Një të fundit fare. Fjalit fundit se do ta mbyll. Kemi qenë skeptik që nuk do të ketë fuqi lista e partive të reja të përkthehet mandate, sepse do shuhet gjatë rrugës, dhe kemi marrë precedent vjetër, lëvizjen kuqezi etj. Ndoshta fakti që e djathta PD plus LSI, Partia e Lirisë, ka një rënje kaq të madhe,
shpjegon rezistencën e partive të reja me këto përqindje edhe pranë votës, edhe pranë datës votës. Megjithatë janë shifra që janë pak më ndryshe se sondazhet e tjera, duke që themi ata që janë përgjithë sondazhet tonë kanë qenë më konservator pra në përgjigjet e tyre. Megjithatë, nëse më premtoni që takohemi nesër 5 që jemi sot për t'i komentuar më gjerë, jeni të ftuar, po Skënder, po Martin, po Roland, po kapelen për nesër. Do dhe kapelen me numri 1. Ta premtoj që nesër do ta sjell, qëndroni në ABS News, djesi u vonuan pak